Kapitulli, pushteti nuk të ndryshon, të zbulon. Nuk është pushteti ai që korrupton, është fytyra e vërtet e çdo personi që shfaqet kur nuk ka më frikë nga pasojat. Ka njerëz që duken të sjellshëm, të drejtë, modest. Por kjo sjellje nuk vjen gjithmonë nga karakteri i tyre. Ndonjëherë, ajo buron nga frika. Frika nga ndëshkimi. Frika nga turpi. Frika nga përgjegjësia. Dhe, kur kjo frikë largohet, kur pasojat zhduken, kur pushteti është në dorën e tyre, atëherë maskat bien. Pushteti nuk i ndryshon njerëzit, ai thjesht heq nevojën e tyre për të pretenduar. Një njeri i drejtë, kur merr pushtet, mbetet i drejtë. Sepse drejtësia është në esencën e tij, jo në frikën e ndëshkimit. Ndërsa ai që sillet me etikë vetëm nga frika, sapo të fitoj kontroll, do të shfaqë arrogancë, abuzim dhe një etje të pashuar për më shumë dominim. Pushteti është testi më i vështirë psikologjik që një njeri mund të kalojë. Sepse ai nuk vjen me udhëzime. Nuk vjen me kufi. Vjen me tundimin për të bërë çdo gjë që më parë nuk guxoje. Dhe është pikërisht aty ku fillon të zbulohet karakteri. Ambiciozët shpesh përdorin pushtetin si armë. Jo për të ndërtuar, por për të kontrolluar. Jo për të mbrojtur të dobëtit, por për të shfrytëzuar frikën e tyre. Ata duan të ngjiten jo sepse kanë vizion, por sepse duan të jenë lart, pavarësisht mbi kë qëndrojnë. Frikacakët, kur marrin pushtet, nuk bëhen më të fortë. Ata bëhen tiranë. Sepse nuk e njohin drejtësinë. Ata sundojnë përmes frikës, sepse vetë janë rritur në frikë. Dhe pushteti është mënyra e tyre për t'u hakmarrë ndaj një bote që i ka bërë të ndihen të vegjël. Por njeriu i vërtet, ai që ka karakter, e përdor pushtetin për të shërbyer. Jo për të sunduar. Ai nuk ka nevojë të tregojë forcë, sepse forca e tij është brenda. Ai nuk e sheh veten mbi të tjerët, por në shërbim të tyre. Sepse e di që pushteti nuk është privilegj, por përgjegjësi. Nuk është për të marrë, por për të dhënë. Në fund të fundit, pushteti është një pasqyrë, ai nuk të bën askën tjetër veç se veten tënde, pa kufizime. Është zëri yt i brendshëm, i amplifikuar. Ai nuk të bën më të mirë, vetëm më të zëshëm. Dhe, për shumë kënd, kjo është e rrezikshme. Për këtë arsye, thuhet me të drejtë. Pushteti nuk i ndryshon njerëzit, ai thjesht heq nevojën e tyre për të pretenduar. Fund i kapitullit.